apo jo, kjo gjë ka i kontrat me një, dhe duhet thënë që kompania është shumë serioze, janë njerëzit që janë shumë pranë presidentit Trump. Kompania e cila do të marrin, do dali si garante ose do të marrin negociatat përsi për të rivendosur atë që shprehet në objektin e kontratës, që është rivendosja e marrëdhënieve të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përmirësimi i tyre në termat e parë. Pastaj në termat e kompania mëtej amerikane, që do të unë jaroj emrin gjithmonë tani si e ka, se nuk e mbaj. Asun se mbajmend nuk është kompania amerikane, ajo është një kompani amerikane sepse është bërë në Amerikë, po është një shqiptar. Është vajza e kësaj Suzit, pra që është mirë, dakord, shefja e kabinetit Trumpit. Ata që do negociojnë por ama kompania e cila ka marrë përsipër dhe ka dalë garant për parat që do të jepen te kompania amerikane e lobimit. Kontinental strategjik. Është një dakord ajo, por kjo është një kompani, dhe themi një fondacion shqiptar i bërë 7 ditë më parë. Dhe gjithë çështja përse diskutohet sot është burimi i parave, do të nga vijnë këto para. Pjesa tjetër pastaj është burimi i parave. Ngele ta vërtetojnë. Ne nuk e vërtetojmë më sot. Jo, nuk është. Ajo më ndërroson është kjo. A është kjo një shenjë fuqie e Berishës? Pra, deri tani kemi thënë Rama është i fuqishëm. Zëri Ramës në Washington për 12 vjet ka qenë gjithmonë Rama ka hyrë atje, Sorosi e kompani edhe shumë të tjerë, sigurisht edhe nëse. Më në fund kemi dhe një Berish që arrin në majën e pushtetit, nuk e di rezultatin të prodhoj. Nuk e dim nëse do të arrin në majën e pushtetit. Kjo, se thua, projekton fuqi, pra njerëz kur e dëgjojnë këtë. Ndoshta thonë një sekondë se Berisha s'qen ka i mbaruar. Kjo bëhet për të projektuar fuqi, për të dhënë idenë e një njeriu të fuqishëm. A është realisht apo jo? Realisht do ta shohim sepse matet me rezultatin. Për shembull, cili do ishte rezultati që ti do më thoshe mua Arian po ke drejt. Kjo kontrata funksionoi vëlla. Nëse realizon qëllimin, unë mendoj që qëllimi i kësaj kontrate është ndarë në 2 faza, paktën, në mos ka dhe më shumë. Faza e parë është heqja e nëngratës së Sali Berishës, e cila do të ketë dhe një parafazë. Parafaza është pikërisht kjo propaganda që bëhet e shitet nga krahu i Berishës për fuqinë që ka Berisha në raport me Trumpin. Kthimi i Trumpit me një fjalë krijon idenë tek militantët, tek mbështetësit e Berishës, ndoshta edhe tek elektorati i gri, atë synon Berisha dhe kampi i tij, që elektorati i ngri ta kthejnë në votues të tyre, domethënë që të fitojnë pushtetin, se me votat e militantëve dhe me votat e Partisë Demokratike. Ti thua nuk janë mjaftueshme. Nuk janë pa mjaftueshme. Kjo është faza e parë. Faza e dytë është heqja e nëngratës së Sali Berishës dhe sikur të realizojë kjo përpara zgjedhjeve do ishte funksionale. Do të thotë që Berisha do realizonte diçka, por nuk është se kjo garantonte fitimin e zgjedhjeve, ashtu siç ata e kanë thënë. Do ishte një shenjë pozitive që amerikanët po ja heqin rrethimin Berishës. Qartë. Pastaj faza e tretë është nëse Berisha merrte pushtetin, do të përdorte këto për të konsoliduar më tej pushtetin. Po dhe nëse nuk e merr pushtetin, që gjasat janë që mos ta marr pushtetin paktën në bazë të sondazheve, po dhe të një perceptimi personal që ka mund se e njoh Partinë Demokratike dhe fuqinë e saj, Berisha ka një projekcion të dytë. Ai nuk do ta lëshojë Partinë Demokratike, ai do thotë që mi vodhën zgjedhjet, përdori administratën, përdori krimin e Edi Rama dhe nuk respektoi direktivat e lëna nga OSBE Odiri në zgjedhjet e kaluara, nuk janë pasqyruar ato, i përmendën edhe para 1 ose 2 ditësh vetë OSBE-a që nuk janë pasqyruar si reflektim për të ndryshuar në këto zgjedhje, nga ana e qeverisë dhe e parlamentit. Dhe në këto kushte Sali Berisha ka një projekcion tjetër. Ai nuk do të njohë zgjedhjet, do dalë në rrugë, nuk do japi dorëheqjen të respektojë statutin si humbës i zgjedhjeve dhe do vazhdoj edhe një herë betejën. Por kjo do ta ndihmojë që në rast se bëhet efektive kontrata, domethënë, se deri tani ende nuk e dim, janë paguar paradhënie $750,000, por nuk e dim është efektive apo jo. Në rast se merret përsipër dhe bëhet efektive, do të thotë që Berisha do ta përdori në momentin ku është me gjithë amerikanët që kanë në staf sot dhe me ata amerikanë tjerë, të cilët janë pranë Trumpit, që t'ju bëj atyre të kuptojnë që Edi Rama është i papërshtatshëm, Berisha ka të drejtë dhe të synojë që ose të bëj zgjedhje parakoshme, ose të synojë që të bëhet opozitë vërtet në 2029, sepse në këto zgjedhje unë mendoj që loja ka mbaruar. Tani disa burime. Fiton Rama, për mendimin tim. Disa burime, Roland Beko, thonë që kjo kontratë $6 milion, që nuk e di se konsiderohet shumë apo jo në Amerikë, se në Amerikë mund të ketë kontrata shumë më të mëdha se këto. Dakor, po varet për çfarë çështje është. Për çështje të ngjashme janë paguar shumë pak nga njëjta kompani me shumë vende të tjera. Shumat janë të ulta. Disa burime jo zyrtare, po të themi ose gjysmë zyrtare, thonë që fakt kontratë të tilla nuk përdorën vetëm për të kthyer mbrapsht dëmin që është bërë, por nganjëherë edhe për të bërë dëm kundërshtarit. Patjetër. Dhe unë e thash këtë që faza e tretë do të jetë në momentin që Berisha nuk fiton zgjedhjet, do të jetë aty pikërisht të investohet për të goditur Ramën. Qartë. Do të thënë ti mbyllesh çdo lloj hapësire Ramës
sipas Berishës, të dalin të vërtetat e korrupsionit të madh që ka bërë Rama. Po pse nuk i ka fatikisht? Si? Nuk i ka. Berisha mendon të vazhdon të Berisha jo sipas teje, nuk i ka. Amerikanët i kanë sepse Departamenti i Shtetit raportet i kanë nxjerrë të vërteta. Raportet janë ato që mendoj unë, ti, çdo shqiptar. Jo, për qeverinë tani në këtë rast. Për qeverinë, pra, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka të gjitha të dhënë. Pra gjithsesi, nëse nuk do të kishte, nuk do të mbështeste kaq fort. Gjithsesi thua që është një kontratë që pavarësisht se kush e ka, Berisha apo Lorolandi apo Arja, nuk ka rëndësi, jesi në një moment caktuar herët avon do ketë një efekt thuati apo jo? Apo të jenë ca para që i ikën dorë? Do ta shikojmë, domethënë, do ta shikojmë se sa ata do të marrin përsipër dhe çfarë do të kryejnë. Këtë ne nuk e dim. Unë kam një pyetje, Roland. Po. Në qoftë se këto para janë dhënë për fazën e tretë edhe për të goditur Ramën, edhe posterit Berisha në pushtet. Rama mund të japi shumë se kaq. Patjetër, dhe keni gjë parasysh. Non grata nuk është shpallur vetëm Berisha dhe lider të Ballkanit apo të rajonit ton. Non grata janë shpallur, bie fjala, ju e dini shumë mirë, dhe lider të Afrikës janë shumë herë më të pasur, janë me miliarda euro, dollar, çfarë doni, të cilët mund të paguanin dhe ta rifitonin statusin të pranuarin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta anullonin non gratën. Por nuk ndodh, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotëri funksionon ligjet, shteti është check and balance, domethënë nuk është vetëm sikur dhe Trumpi të dojë, domethënë të kryej një urdhër ekzekutiv, nuk e di e ka kompetencë për non grata apo jo, e supozojmë, nuk mundet do ta bëj sepse Departamenti i Shtetit është aty dhe ka të tjera të dhëna e kështu me radhë. Beko, çfarë pret nga SPAK-u? Këto 2 javë të fundit që kanë mbetur, më pak se 2 javë deri 11 maj. Që të flas shpres nga SPAK-u shkurt, do them që pse goditet kontrata e Berishës dhe do ta mbyll me një fjali. Kontrata e Berishës, pra lobimi i Berishës goditet sepse Berisha nga njëra anë del dhe flet për shpenzime të marramëndse të qeverisë, për luks, për avion, për shpenzime që i shërbejnë interesave personale të Edi Ramës apo të qeveritarëve të tij, dhe e krye kjo me fondet publike, dhe nga ana tjetër vetë Sali Berisha kryen shpenzime luksi, sepse 6 milion dollar, do edhe një parti që është në opozit në një vend shumë të varfër, të kryej këto shpenzime luksi është alarmante dhe kjo do t'i alarmoj institucionet. Nuk e di, pikërisht këtu do filloj, do kërkoj. Ai ka thënë që janë shqiptarë në Amerikë që do duhet dalin emrat. Duhet të vijnë emrat aty, do shoqërohet lista sa ka dhënë secili prej tyre, se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty nuk të fal njeri, 10 milion, po kaloi mbi 10 milion depozit atje në Dizëllam Bekuqe. Këto janë me banka apo jo të gjitha, nuk kurse janë me fes. Nuk e dim, kjo është në kuadrin e supozimit. Ajo që pam ne ishte një klip që kishte bërë Partia Demokratike, që kishte nxjerrë sa patriot shqiptar, me flamuj kombëtar atje, me tatuazhe, me kështu, dhe na jepte idenë domethënë që këta janë patriotët që kanë dhënë parat, po emrat e tyre ne nuk e dim. Dhe mua nuk më intereson gjë, por organeve ligjzbatuese domethënë do t'u interesojë se është transparenca. Pra, doja të thoja këtë, për Berishën duhet pasur një gjë parasysh. Nuk vlen thënia që thon shqiptarët. Me plumbi dihet me plumb, korrupsioni nuk hiqet me korrupsion. Pra, në rast se ti do të largosh Edi Ramën si të korruptuar. Ti do të ish antimodeli. Patjetër duhet të jesh antimodeli. Sali Berisha ka rënë në kurthin e shpëtimit vetvetes dhe po merr në qafë dhe PD-n. Beko, e kuptova këtë gjë. Je i qartë te kjo analizë. Do të qëndron si logjik. Pyetja ime është kjo. Për të përgjigjur fare me një fjali, ti thua SPAK-u nuk do ndërhyjë ndonjë arrestim të bujshëm brenda 11 majit. Të gjitha janë. Sepse në pazar çfarë po thuhet pra? Arjan, ke një gjë parasysh. Jo, a ke dëgjuar gjë ti vet? Jo, nuk kam dëgjuar. Lere, e kalojmë. Jo, vetëm një gjë të them. Në Shqipëri gjithçka është e mundshme, asgjë nuk është e sigurt. Bukur. Tani, po e bukur kjo. Më thuaj pak, çfarë pret nga partitë si Lapaj apo nga partia kjo e Lapajt dhe e Qorit? Jo vetëm nga këto parti, nga gjitha partitë e reja dhe të vogla. Ne do të fola për këto të dyja. Unë pres nga partia Lapaj. Unë jam dilemë, me ta thënë trosh. Unë jam dilemë midis po të jap Lapajt apo Qorit. Jam dilemë dhe nuk e kam ndarë akoma. Se këtu thonë që është votë e hedhur dëm. Për mua jo, nëse do të çash sistemin, duhet të votosh partitë tjera. Ja që mendoj njësoj. Unë të pyeta për këto dyja, nuk e di se pse janë këto dyja. Ma bëj qefi të rish te këto. Po, si duash ti? Nëse mund, se ti analistja. Patjetër. Do të ishte vote dobishme, Arjan. Ju e dini që në frëngjisht thuhet vot ytil. Vot ytil thuhet për mos e bë votën dëm të japësh partive të vogla, apo partive të mëdha. Në këtë rast përdoret. Sepse do t'i shërbej dikujt për të marrë pushtetin dhe do të kthehet mbrapa. Tani, në rastin konkret, duhet vot e dobishme është ajo që ju jepet partive të vogla
dashë edhe dy partive që përmendet ti, unë do ta zgjeroj aspektin, por kujdoj që t'i jepet nga partitë e vogla do të bëj shumë mirë. Ajo është votë e dobishme, sepse është votë që do t'i përplasi sistemit që e ka mbyllur. Pra teza jote është komplete kundër me tezën, me narrativin po përhapin këta që mos votoni këto se vetë votat. Jo, përkundrazi, duhet votuar, të votojnë këto me qëllim që të krijojnë një grup parlamentar të shëndetshëm dhe të japin ngjyra demokracisë dhe aty në parlament le të shikojmë sa janë në gjendje këta të rinj. Do e thënë që ta dominojnë, ta çajnë, ta zhbëjnë ose ta zhbjerin sistemin e vjetër të mbyllur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama që me kompromisin e 2008-s. Je sakt, sepse po mendoja sot, tash vetëm një sekond, gjithë shqiptarët që do shkojnë të votojnë 11 maj, që janë të frustruar për shumë arsye. Një nga frustrimet mund të jetë, një sekond vëlla, na kanë marrë peng dhe Rama dhe Berisha vëlla. Me marrëveshjen e 2008-s, me mënyrën si e bën sistemi zgjedhor, është një sistem që e ka mbyllur. I bën sanduiç gjithë. Sidomos pastaj shto dhe këtë kodin zgjedhor të fundit. Gjithë këta njerëz do ndryshonin gjithë ku të shkonin të votonin ose lapen ose qorin. Do ndryshonin shumë. Do ndryshonin shumë, pa diskutim. Do fusnin në parlament të rinj, të cilët me pasionin që kanë, me përgatitjen që kanë, me qartësinë që kanë dhe mbi të gjitha nuk kanë kusure dhe ky është avantazhi i tyre. Askush nga partitë e reja nuk ka njerëz që janë precedent, do me thënë janë viktima për spakun. E kuptova, po Bashën si shikon në këtë zgjedhje? Rame. Basha do të marri shumë më pak se që mendon, por do të marri shumë se që nxjerrin sondazhet. Sa e parashikon? Unë mendoj që ai do të marri deputet në Tiranë, në sondazhe nuk del. Do të marri sepse ka një target group të caktuar që u shkëput nga Partia Demokratike dhe që marri vetën apo jo? Dash e vetën, dash dikush tjetër, se listat janë të hapur aty. Kush të marri qofte një vot më shumë? Basha, mund të marri deputet më shumë se Lapa ose Qori? Këtë nuk e them dot, mendoj që duke parë trendin mendoj që mendoj që duke parë trendin mendoj që Shehaj Lapaj mund të marrin në Tiranë vota më shumë se Basha. Më fal, deputet më shumë se Basha. Kurse mendoj që mund të marri dhe një Dashej, do me thënë me Alibej. Ajo koalicioni tyre, do me thënë. Koalicioni tyre, numri 9, dhe ata mund të marrin një, dhe mendoj që do të ishte mirë që pavarësisht, unë ideologjikisht jam kundër Alin Qori, doja të shikoja në parlament dikë nga partitë e tyre, për më tepër unë e ti kemi Redi Muçin atje që jemi dhe pak lokalistë, do me thënë, local street që. Dgjoj, o Beko, jam kurios ta di, kush na mbeti më se do të pyesja tjetër, do të pyesja për një tjetër më tani, po kush na mbeti nga këta, shikon ti? Kocaqi? Jo, ato nuk dalin ata, nuk dalin ata. Po ky më valla. Tom Doshi. Tom Doshi është interesant. Në bazë sondazheve del mirë në Shkodër. Del ai po. Dhe në Tiranë mendohet që mund të arruajë mandatin e tij. Ai ka 3 që kapi radhën e kaluar. Po, mund t'i kapi 3. Do të thënë në gjithë Shqipërinë, apo Shkodër, Tiranë. Po këto sulmet që po i bën tani mazhorancës, Doshi në fushat, ti mendon që janë sulme pra janë të vërteta, apo mos e ka teatr, dhe qëse i men atë pastaj i bashkon pra votat me atë? Patjetër që lufta brenda PS-s, edhe brenda PD-s dhe brenda të gjitha partive me njëri tjetrin, gjithë kandidatët janë në një pas zgjedhjeve thua ti. Pas zgjedhjeve natyrisht që me Partinë Socialiste, patjetër. Tom Doshi është pavarësisht sulmeve. Patjetër, pavarësisht sulmeve, të gjitha këto harrohen kur mbarojnë zgjedhjet dhe fillon një erë e re pasaj se është aty torta e pushtetit. Cilat do mbetet për ty, Roland, cilat do mbetet risia e kësaj fushate? Qëse mund të ma thuash, qëse mund të Partitë e reja janë simpatike, të gjitha, kryejnë fushat moderne, e kanë zbukuruar politikën, e me gjithë pengesat që i kanë bërë, si që thamë, me sistemin Berisha-Rama dhe jo Rama-Berisha, se ka qenë Berisha që ka quar këtë propozim për këtë listë mbyllur, listë hapur, dhe risia tjetër është përmirësuar komunikimi politik, pikërisht nga aktorë dhe të veçantë deputet të partive të ndryshme, do me thënë, qofshin Parti Socialiste, Partisë Demokratike, janë më friendly, le të themi, në aspektin politik dhe njerëzor. Qartë. Ajo që çalon, do me thënë, dhe që është mangësie madhe dhe nuk bëhet pa dashje, po bëhet me dashje, është mungesa e ballafaqimit ana e qeverisë, patjetër, debatit publik midis kandidatëve për deputet, por edhe pse jo midis leadershipit. Kjo tregon që loja ka mbaruar, se po ta kishin nevojë natyrisht edhe Rama do donte të ballafaqojë me opozitën dhe opozita do donte të ballafaqojë me Ramën, por duke qenë se s'kan që ofrojnë më shumë publikut, ata zgjedhin të tërhiqen
Por Rama e shikojnë që lojën e ka të fituar, Si e projekton fuqinë? pra që posa të ketë Sali Berisha atje. Si e projekton fuqinë e Edi Ramës? Ajo është paterica e Ramës, më vjen keq e them këtë. Për doktorin, sepse do të bëj një parantezë. Që mos më mërziten demokratët. Patjetër, doktori ka energji të pashtershme, 81 vjeç, bën atë punë, ka 2 ditë doktori që ka ikur, s'ka fushat te Partia Demokratike. Se e vajti në Valencia. Ka vajti në Valencia. Domethënë nuk diskutohet kjo. Por ama doktorin nuk e pranon më Tiranarian. Nuk e pranon më Shqipëria. Maksimumi doktorit ka qenë deri në vitin 2013. Më shumë nuk jep dot. Atë 20% mund ta ruaj tërë jetën ai në Partinë Demokratike. Por më shumë se sa kaj nuk do. Analizë dhe i ftohur pak. Po. Nuk jem Roland Beko, njeriu në politikë që kisha atë mlefin, kisha dhe inatin. Nuk kisha mlef arja. Mlef politiko, por është? Jo, s'kisha fare mlef. Se më qënë si ka, kisha një lloj grinde. Grind po, jo mlef. Tani, më thuaj, 2 pyetje e fundit, sepse na vajti ora dreqin. Më thuaj, të lutem, e para si e projekton fuqinë e Ramës pas 11 maj, që ose merr mbi 71 vota, dhe e dyta, e parashikon që Rama do i bëj i qetë dhe pa ngacmuar nga askush, nga asnjë fuqi e brendshme apo e huaj mandatin e 4? Në rast, po, mendoj që Rama do t'i fitoj, do me thënë, do dali i pari në këto zgjedhje. Por unë kam një dyshim, Arjan, mendoj që në rast se pasqyrohet, do me thënë, përkthehet në vot, kjo e dhënë që na vjen nëpërmjet sondazheve, le t'i marrim të gjitha si mesatare. Partitë e reja do të futen në parlament, do të bëjnë një grup parlamentar dhe Rama mendoj nuk do t'i kaloj 70 deputet. 71 deputet. Pra nuk do t'a bëj dot i vetëm qeverin. Kështu që do të kërkoj të bëj qeverin me një nga partitë e vogla, ose do t'a bëj me Sali Berishën. Më për shtati shkon t'a bëj me Sali Berishën, se ju pyet edhe për Spakun. E ke dëgjuar ti në fushata Anita përmendin Spakun, deri para se të fillonte fushata, të dy kishin qëndrime ekstreme për Spakun. Rama, sepse... Çka kanë bërë nuk e përmendin më? Nuk e përmendi si strategji, sepse Spaku ka mbështetjen e mbi 70% të shqiptarëve. Berisha, po të flasi për Spaku, do flasi për termat i kanë thënë. Janë Amerikanët që kanë thënë mos e përmend se është jo elektorale. Duhet vinin Amerikanët këtu që Berisha ta kuptonte që ishte jo elektorale, apo dhe Rama të dalë tani si partizani Spakut, sigurisht ai që ka bërë drejtsinë e re të tjerë. Ai patjetër që këta i kanë votuar, po i kanë votuar të gjithë, dhe këta nuk e duan Spakun, por nuk e duan të gjithë, sepse të gjithë kanë halle me korrupsionin që kanë bërë në vite. Spaku ti thua do vazhdoj të jetë një sëpat kërcënuese mbrapa kokës së këtyre pas 11 majit, apo ti thua që për arsye që duhet të zgjatet edhe mandati i Dumanit, ndoshta duhet të frika që kam Arjan. E ke një frikë? E kam një frikë. Ti thua mund bëhet ndonjë dill. E kam këtë frikë. E kam këtë frikë se tek e fundit, si thot ajo, kënga e vetë e Edi Ramës, jetojmë në Tiranë, jetojmë në Shqipëri, domethënë. Edhe por në rast se vëmendja e ndërkombëtarëve, amerikanëve veçanërisht dhe Bashkimit Evropian nuk hiqet nga Spaku, Spaku do ta ketë me hir apo me pahir fuqinë për të vepruar ndaj politikës shqiptare dhe ndaj krimit të organizuar tek e fundit. Dua të kem prapë në studio, po tek e tekshtë, po të bëjmë bisedë, jo si sot që e kishim pak kronometruar kohën, deri në 11 maj do më vish? Patjetër. Seriozisht. Patjetër. Unë jam të martë, të mërkurë e të premte. Patjetër, kur dua. I Matland, jo kënaqja shumë me ty sot. Faleminderit. Para se të iki Landi Radio, para se ta mbyllim të emision, duhet të bëjmë një xhiro urgjent. Ku do thoni ju? Ku? Kujdes kur mbushni makinën, ju kam thënë mos e fusin zorën gjithandej. Shumë e rëndësishme kur fusin zorën, cilën zorë fusin në makinë, se ajo shkatron makinën. Vetëm te SPO Ili miq është the fuel of champions, është karburanti i kampionëve. Benzina, nafta, brillante të papara, cilësi super, ndershmëri e papar, pastërti. Kujdes. Ikni me kast. Jo të esi thoni mos jam në fund të benzinës ose në fund naftës dhe fute kush dali para. Vetëm të SPO Ili, më dëgjoj mua. Makina shtëpia e dytë. Dhe duhet thënë bravo Saidi. Pronari i SPO Ilis që i ri punës te koka. E kam vërtet mirë. Dhe unë aty. Unë kam shtuar që ku shkoj te SPO-ja. Se them për reklam, por Jo, po unë e provoj vetë prandaj se kjo s'është fare reklam. E kam mik Saidin dhe është i papar. Le dio çka kemi haruar tjetër. Që s'kemi haruar gjë. Atëherë dëgjoj, s'kemi haruar gjë tani bashkë me Landin, unë do të mbyll të emision. Ora është 23:02 minuta. Para se të ikim le dio, 29 pritër sot, bashkë me Landin këtu, dua të kujtoj të gjithëve që kur një botë e vjetër, le të themi më thjesht, kur e vjetra nuk po vdes, dhe kur e reja nuk po lind dot, ju e dini se kush ju qeveris. Le monstre. Le monstre. Për Bindsha.